Qeveria shqiptare përmes kryeministrit Rama e ka bërë qartë mbështetjen e Shqipërisë ndaj ndërhyrjes së Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Izraelit në një sulm parandalues ndaj Iranit, dhe po ashtu, sikur se besoj jeni ndjeni, kryeministri Rama ka shprehur solidaritetin e plot të Shqipërisë me vendet në Gjirin Persik, të cilat janë kthyer në target të regjimit në shkatërrim e sipër të ajatollahëve në Iran. Kryeministri ka biseduar sot në një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, lartësinë e tij Mohammed bin Zayed, dhe po ashtu ka shprehur solidaritetin edhe me vende tjera mike, popull vëllezër të Katarit, të Arabisë Saudite, të Bahreinit, padyshim të Emirateve të Bashkuara, por siç jeni ndjeni, ka pasur sulme edhe ndaj Qipros, aty ku janë bazat ushtarake. E mirëpresim propozimin tuaj për të pasur, pse jo dhe kuvendi i Shqipërisë në qendrim, po besoj që qendrimi i qeverisë ka qenë i qartë në të njëjtën linjë me ato që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump konfirmoi se objektivi i Shtetit Bashkuar të Amerikës ishte të mbronte popullin amerikan dhe vendet aleate, duke eliminuar kërcënimet e menjëhershme nga regjimi iranian, nga një grup i pamëshirshëm dhe shumë i ashpër dhe shumë i rrezikshëm. Dhe e vërteta është, paksa e hidhur, se ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli me forcat e tyre ushtarake godisnin objektivat e regjimit të ajatollahëve, ajatollahu i fundit në Europë, Sali Berisha, urdhëronte ju dhe ata që ju vinë nga mbrapa të sulmonit godina. Ina nuk e pse bërtet ti, sepse në atë godin që sulmonte Saliu nga gjithë ne që jemi këtu, vetëm Saliu kishte brenda. Në asnjëri nga ne para viteve 90 as nuk e ka pasur dot në ëndër të hynte në atë godin. I vetmi që mund të hynte në atë godin, madje dhe të ngrohej pranë zjarrit bubulak të familjes së diktatorit, ishte ajatollahu në krye të partisë tuaj. Dhe hipokrizia më e madhe në këtë moment që flasim është që ndërkohë që në Kuvendin e Shqipërisë kemi të planifikuar ditën foltoren për qytetarët, ju braktisni foltoren e qytetarëve për shkuar diku ku bashkë me shërbimet mbështetëse të Partisë Demokratike nuk bëheni shtetet veta. Megjithatë, kjo është diçka tjetër, por modesti përgjigjem asaj që tha Zoti Sheu. E për ta vazhduar, besoj që sot është dita që dikush në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, në linjë me grupin e Partive Popullore Europiane në Parlamentin Europian, e thënë qartë përmes David McAllister, kryetarit të Komitetit të Politikës Jashtme në Parlamentin Europian, që duhet të distancoheni nga dhuna. Madje dëgjova një prej këtyre përfaqësuesve tuaj që kishin nxjerrë në internet, pra në rrjetet sociale, edhe shembuj të protestave në vende tjera. Ka një dallim shumë i madh, po padyshim që ka edhe protesta të dhunshme edhe në vende tjera, por nuk ka asnjë vend në botë që protestat e dhunshme të udhëhiqen nga një parti politike.
Pra mund t'i bëjnë grupe të caktuara destabilizuese, antisistem, por nuk mund të udhëhiqen nga një parti politike. Dhe sulmi ndaj fondacionit Art Explora, një investim tërësisht frances, është një sinjal i keq për një parti politike e cila në vitin 1991 kishte ideal antarësimin e Shqipërisë në familjen europiane, ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, dhe sot ju jeni shndruar një parti që përdorni zjarre flak kundër projekteve të huaja, me ndoshta ndonjë synim të qartë për të zhbërë një provë që ju lidh shumë, ose të paktën udhëheqësin tuaj e lidh me regjimin e kaluar. Sa i përket diçka që u ngrit tu për situatën në aksin rrugor Libra Shprenjas, për te gjithë femnajës shpifjeve, ai është një rast që është i qartë që kemi të bëjmë me një fatkesi natyrore, edhe 30 vjetë më parë kur një kompani aso kohë greke e kontraktuar nga qeveria në vitin 1995, kur ndërtohen dhe urën në atë vend, ka pasur një rrëshqitje, është bllokuar rruga për një kohë gjatë edhe aso kohë, dhe ky është një fakt të paktën për shkak se edhe jam banor, kam qenë dhe jam banor i Librazhit dhe di fare mirë ajo që ka ndodhur. Përdorimi një fatkesie natyrore për qëllime politike është mungesë largpamësie politike pikë së pari, por lajmi mirë është që prej nesër në orën 12 rifillon qarkullimi në atë aks, në atë kalim të përkohshëm, ndërkohë që mbi këtë kalim përkohshëm vijon puna intensivisht për vijimin e projektit Korridori 8. Është fakt që falë kësaj qeverie, Korridori 8 do t'jetë një Korridori 8 ashtu si që ka hije këtij korridori europian. Nuk do të kishim pasur një Korridor 8 nëse nuk do të kishte qenë insistimi i qeverisë Rama në samitin e zhvilluar në Shqipëri të Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor. Ka qenë një betejë e vështirë të mbajmë Korridorin 8 si një korridor europian, një betejë shumë vjeçare, po e fituar nga kjo qeveri. Dhe e vërteta është që Korridori 8 do t'japi Shqipërisë një mundësi të artë për qenë një vend, një urë ndërlidhse mes portit Durrësit dhe portit Varnës, dy pika të rëndësishme strategjike për transportin jo vetëm të udhëtarëve, jo vetëm të mallrave, po dhe të pajisjeve ushtarake në kushtet e reja të gjeopolitike me të cilat ndodhet sot Europa. Kështu që në këtë këndvështrim mendoj që gjithë ato ankesa që u thanë këtu për sa i përket këtij projekti, është një projekt i madh, kalon një zonë të vështirë, nuk përjashtohet që problematika të ngjashme të ripërsëriten edhe në pjesë të tjera të rrugës, të paktën nga pjesa që lidhet nga Dragostunja deri në pjesën e Bushtricës, ku më pas fillon një aks i ri rrugor që lidh nga ura Bushtricës deri tuneli që kalon në kufirin mes dy vendeve, Republikës Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë Veriut, ku do jetë tërësisht një aks i ri rrugor dhe aty pastaj do të jetë më e thjeshtë pjesa që lidhen me problematikat e aksit rrugor aktual. Ndërkohë që gjithë pjesa aktuale është fakt që kur ndërtohet një rrugë mbi aksin e vjetër, krijohen dhe problematika të kësaj natyre. Kështu që zoti Sheu, me që ju përgjigja për replik fjalës tuaj, është shumë e mirëpritur fakti që vjen zyrtarisht nga Partia Demokratike dënimi dhunës dhe po ashtu solidariteti me vendet e para me partnerin ton strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Izraelin, por dhe me vendet mike në Gjirin Persik, të cilat sot gjenden nën goditjen e regjimit në rënje të Ajatollahëve. Faleminderit. Zonja Zhupa ka kërkuar fjalën për replik.
Presidente.